Edhe unë ju falenderoj, është kënaqësi për mua. Faleminderit ju. Çfarë po ndodh në summit, çfarë duhet presim, çfarë po diskutohet, çfarë është ajo që ne nuk kemi parë në Shqipëri nga transmetimi i mediave turka aty prapa skenat, takimet mes liderëve, pra ka shumë zhvillime. Në një moment kur Shtetet e Bashkuara sulmuan sërish Iranin. Vërtet është një summit i veçantë, summiti 36 e NATO-s dë vitin 2026. Ka filluar në Ankara, ki dije, edhe një ditë më përpara kishin filluar delegacionit për të ardhur këtë hënën, edhe dije prezidenti Donald Trumpi edhe Zoti Edi Rama nga Shqipëria, edhe ata erdhën, edhe të gjithë liderët u bashkuan me një ceremoni e veçantë, sepse në sarajin Beştepe, ku jeton edhe ku ka zyrat të gjithë presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogani, atje me një ceremoni veçantë u pritën me ushtrinë të Republikës, edhe me ushtrinë të kohës ottomane, me mehteranët me Jeniçerit edhe me ata, një ceremoni edhe me Kuwait, një mikpritje special u bë, edhe të gjithë liderët që erdhën ishin të kënaqur, edhe pas ceremonisë për darkë një bremje u bashkuan, dhe ajo bremje filloi edhe vazhdoi miksore, të gjithë liderët ishin atje, edhe disa liderët që nuk ishin antarë të NATO-s, për shembull presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski, presidenti i Koreos së Jugut, që kishte emrin po kanë qenë ftuar, pra që nuk janë pjesë aleancës, por kanë qenë ftuar. Po, sepse situata është shumë e rëndësishme edhe e mban gati gjithë anës e botës, pandaj problemet vetëm të NATO-s jo të gjithë botës janë, vetëm në këtë tavolinë të zgjedhen disa probleme, edhe të gjithë kontrolli po bëhet nga Amerika, sepse ai po dominon, po e orienton, sepse buxhetin ose disa deklaratat ose disa gjerat e nevojshme të gjithë nga Donald Trumpi sillet në tavolinë. Për këtë moment Evropa me Donald Trumpin ka diçka probleme. Në fillim në luftën e Ukrainës me Rusinë, edhe pastaj luftën me Amerikës edhe lufta bashkë me Amerikën, Izraelin, që po bëjnë luftë me Iranin, edhe këto problemet po vazhdojnë. Për këtë moment duhet të bëhet një paqe diçka, vetëm për Amerikën me Iranin, për këtë moment nuk ka kështu një shans, vetëm ditat e ardhshme për luftën e Ukrainës, po presim një paqe, dhe nga kjo pas kësaj paqes do të marrë fyroma edhe Evropa, sepse Trump i thotë Evropa nuk merr iniciativë të tërë shpenzimet ose të tërë forcat speciale, çdo gjë i financon Amerika, i dërgon Amerika, nuk na jep mbështetje Evropa. Edhe këtu ka një prag tjetër, sepse një NATO e fuqishëm të bëhet, vetëm brenda e NATO-s një Evropë të fuqishëm të bëhet. Ka nevojë, sepse Evropa do të heq veten në një statut tjetër. Më përpara fuqinë e vetes ose kufizimin e vetes do ta ketë, sepse është problem të gjithë të luftojnë, Evropa të ngarkohet edhe me ekonomi, edhe me çdo gjë, me buxhet, edhe kjo nuk është një gjë e mirë. Për këtë moment edhe Turqia jep mbështetje, vetëm problemet në këtë rajon, në këto zonat nuk mbarojnë kurrë, sepse për këtë moment ose Iraku ose Suria, dhe këto vendet pak ka qetësi, vetëm nesër pas nesër
nga Izraeli në Suri. Ky është një operacion të bëhet, ose kur të bëhet ky operacioni, Turkia nga këtë ato të ketë një atak për Surinë, mos e sjell nga kodrat e Golanit Izraelin deri në kufinë e Turkisë, edhe këto do të jenë probleme të ardhshme, do ta shikojmë situata kështu shkoj. Vlerësimet e Trumpit për Erdoganin nuk kanë munguar, ishin shumëta. Edhe po duket sikur kjo ndryshoi çik ekuilibrin e peshave në këtu, sepse është zemëruar Turqia, më duket. E ndryshoi çik ekuilibrin si shumë. Tani Erdogani miksin me Trumpin mire ka, sepse të gjithë këto gjerat janë bashkë, edhe Erdogani i jep mbështetjen, edhe kishte embargo për këto avionat, aeroplanët ushtarak për F-35. Tani më duket fillimisht 5 copa